Avokati ish presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani, ishte i pranishëm këtë të mërkur, në ambientet e gjykatës së posaçme, foli shkurtimisht për mediat lidhur me incidentin e ndodhur disa ditë më parë ndaj tij. Cakrani u shpreh se ndihet i fortë përballë situatës. Nuk i ka ndodhur asgjë avokatit. Avokati është bejl dhe bejlerët janë si hekuri që përthyet për nuk thyet. Kaq. Betejë vazhdon, sot kemi relatimin e investigatit. Ai theksoi se betejë ligjore vijon, ndërsa më pas hyri në godinën e GKK-s për të bërë relatimin e çështjes që lidhet me ish-presidentin Meta. Po ashtu, në seancë u paraqit edhe Monika Kryemadhi, ish bashkëshortja e Metës. Sulmi ndaj avokatit ndodhi më 8 shkurt në qytetin e Vlorës, në një pikë karburanti, teksa ai po furnizonte automjetin e tij. Sipas policisë, paraprakisht dyshohet se konflikti ka nisur për shkak të pozicionimit të makinës dhe bllokimit të mjeteve të tjera. Autoritetet bëjnë me dije se 2 personat e përfshirë në dhunë janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim.